Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Çfarë kuptime është përmban në emri Allahu subhanahu wa taala El-Ali, El-A'la, i larti dhe më i larti. Ky emër i bukur i Allahu subhanahu wa taala aludon për cilësinë të cilën ai përmban në vete, e që është se ky emër e pohon lartësinë e Allahu subhanahu wa taala me të gjitha kuptimet e saj. Thot se Allahu subhanahu wa taala është më i larti me qenien e tij dhe është sipër arshit e tij, është i shkëputur nga krijesat e tij, është mbikëqyrës mbi krijesat e veta. E di mirë gjendjen e tyre, me dijen e tij përfshin çdo gjë dhe atij nuk mund t'i fshihet asgjë. Po ashtu e përfshin edhe lartësinë e pushtetit të Allahut dhe sundimit të tij subhanahu wa taala, që do thotë se askush nuk mund ta mposhtë Allahun subhanahu wa taala, askush nuk mund ta sfidojë Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu e përmban edhe lartësinë e pozitës së Allahut subhanahu wa taala, që do thotë se gjitha cilësitë e tij janë të përsosura dhe në to nuk ka asnjë mangësi dhe asnjë tëmet.